Emocionet bukura për Erandin, krejt e papritur, në fakt jo vetëm për të, por për të gjithë ne, Ishte shumë e bukur, shumë emocionuese, ardhja patjetër edhe Mariana Kondit, cilën e përshëndesim e falenderojmë, po sidomos e Irisit, motrës e Erandit, e cila ka kaluar një periudhë tepër të vështirë dhe ja ka dalë me sukses deri tani. Urojmë shumë suksese dhe uroj të gjitha gratë që vuajnë nga problemet shëndetësore të ngjashme me ato të Irisit, të marrin shembull dhe të kuptojnë që njeriu me vullnet dhe me pozitivitet ja del gjithmonë. I superoj të gjitha sfidat që na sjell jeta. Okej, tani do të kalojmë tek një tjetër moment, se nga momente në momente kemi këtë mbrëmje, moment po ashtu i bukur, sepse i përket njërit për tyre më së shumti, por do e përcaktoja për shembull. Nëse do e përcaktoja unë këtë moment, do e përcaktoja ai është fëmia e njërit më së shumti, po e të gjithëve për një herë. Bën sens? Si mund të jetë fëmia e të gjithëve për një... Kështu pra artistët kështu i përcaktojnë. I kemi si fëmijë veprat po, është vërtet, krimtaria. Sa fëmijë ke ti? Jo të vërtet. Mikrofonin, ku e ke? Thashë më merë. Të vërtet, më thonë, kam ata që i kam. Pa, i pa që vjetë ata që i ke, po e kam fjallën për veprat e tua muzikore. Ata janë si gishtat e dorë, nuk mund të asgjellë. A i si bebet e tua? Unë kam 400 djetër shi, s'kam më. 400 bebe, Frederik, hajde. Një duar të kitje për Frederikun dhe bebet e ti. Por tani t'janë shtuar 401, sepse edhe kjo bebja i përket të gjithve. E kam fjallën për të mos azjatur më shumë, për këngën e realizuar me aq shumë mjeshtëri e krijuar me aq shumë frymëzim brenda këtij rrugtimi nga Erandi dhe kënduar nga një ser personazhesh. I dedikohem më shumë Eserit dhe Elinarës, por edhe finalistëve dhe gjithë të tjerëve. Një këngë e cila, me thënë të vërtetën, mua më pëlqen shumë. Nuk e kuptoj si ftuan që ta kisha bërë atë këngë me këtë zërin tim, nuk e kuptoj. Domethënë, megjithatë, më kaso, se e ke këtu ma gjuhës s'po e thua. Jo, nuk ke pas kohë dhe ke për të bërë gjëra tjera në vere. Ku të ka ngell, që nuk erda të darka? Ku të ka ngell, se di ku të ka ngell? Jo, kam ta them veç që janë pas publicitetit, tani nuk ta them. Pa e kam diçka me ty. Qa po më thua, moj? Kush është, tha? Pas ke një gjë për të më ftuar. Po. Oh, nice, më përqenë ftesat. Po, mund të më bëni mendoni, bëni ftesa pak më vonë, sepse tani do kaloj. Unë dhe këtë djali merrem i vesh mirë. E dim që nuk ka vajt ora 12, më flet shumë veshi sonte. Më flisni më pak se arrim të menaxhojmë edhe pse kemi fustan mbrëmje gala. Okej. Kështu në brënda në shpirt jemi, vazhdojmë të jemi sportiv, si që e ndjeni dhe e kuptoni. Shkojmë të arena e jashtme. Finalist! Po, Luana! Si u kam? Strememi nga Bora, strememi nga Shiu, jemi fermer, finalist dhe krye plak. Bukur fare, sepse tani dua që të kalojmë në një moment fikshtu si që ti Anise Albano, po ky moment muzikor është i jashtëzakonshëm në fakt. Okej. Flas për këngën e realizuar edhe krijuar me mjeshtëri nga Erandi, edhe krijuar me shumë mjeshtëri edhe nga pjesa tjetër kënduar me shumë dashuri, se kemi pas fatin e madh të kemi shumë këngëtar. Shof që Shiu atje vazhdon dhe nuk ka bereqet më të madh në këtë finale. Nuk ka. Edhe që po lagemi nuk ka. Shqyr që jeni shumica çuna. Big Mama ti e kujdes ke vendos kapele në rregull. Sekonder. Në rregull jemi. Atëherë do shohim bashkë këtë klip muzikor që u përket juve, më së shumti, dhe dua ta këndojmë gjithë bashkë, sepse për mua Jo Atash është një super këngë. Kënga e krijuar tek Ferma VIP 2. Malla Ferma, orkestruar me shumë mjeshtëri edhe nga Adi Hila. E gjithë kjo duar të kitje shkon për ju, kujtja kishte marrë mendja që do kishte një krijim muzikor të tillë, që e gjeni në këto momente, besoj me një herë do t'jedhet në YouTube, dëgjojeni sa herë të keni ëndje për ta dëgjuar. Jeni emocionuar, I pam të gjithë aty.
Tamam, radhe shiu, tamam. A shkonte shumë Si e rand. melodi, po kur them unë jam me atë lartë, Fol fare. Nuk më intereson. atë kam regjizuar. Erand, kam një pyetje. Dë, Nga je frymzuar ti për këtë këngën? jam frymzuar nga të gjithë. Nga të Tu, nga mungesa edhe nga duke pa emocionin edhe ndjenjat edhe mungesat e secilit, se thush mendova që kjo do të ishte një dedikim shumë i bukur për dashurinë. Është një këngë dedikuar dashurisë. Dashurisë dhe vetëm dashurisë. Sepse Rock vetëm dashuria. ajo ka vlerë në këtë botë, asgjë tjetër. Bukur. Po ju lem? Na lër me dashurinë të paktën. Albano, ku jeti? Ja, erdha. Eja pra eja. Erdha se më çmendën këta konsulentët e tu në kufja, mos dil aty, mos dil tu. Çfarë bën brapa Ku të riu një shkurreve? shkreti tash? Ku të riu një shkreti? Çfarë po bëjmë brapa shkurreve mor? Kam një falenderim të madh për të bërë, i cili Ore. shkon për era event catering, një duart okite të fuqishme, shpejt. Pasi aventure të çmendur si kjo që kishin si vjetë ferma VIP 2, kishte si të mungonte një after party si që meriton kjo aventurë, e çmendur dhe perfekte, e shkatruar si që sot në shi dhe kaq e bukur për jetojmë një gjithë. Dhe vetëm era dyta organizoj me aq shije, me aq luks, me stil dhe klas. Faleminderit era catering event. Faleminderit, korrespondent Moskon bëm brapa shkurreve. E vërteta është që Erandi këtë frymëzimin për këngën i thash unë Erand më ndihmo se s'di si t'ja them Luanës dhe e shkruajti të gjithën. Kjo është e vërteta, po do ta dish. Është dedikimi yt në fakt për Për ty. Ha më çaka. dhe pritet këtë finale për të na thënë. Por në finale, më mirë ta them në sy të 10 milion shqiptarëve, ta them vetëm në cep si legend. Çfarë? Ja ku po ta them hapur fare. Çfarë ke mall për mua? Jo, nuk ka mall. Çfarë ke? Do të çel dritaren se nuk jetoj dot pas sytë tua. Edhe të dua. Qa do thua të? Albano, më skuqe. Të skuqa? Po, mirë që kam vënë ja 2 ton make-up sonte. Imagjino ti që ta thosha kështu në sy. Jo, në sy nuk më bë përshtypje mua, kështu publikisht. Publikisht në sy të 10 milion shqiptarëve, të dua Luana Vjollca. Do më bje burin më të lungur në botë, po të mjetë 2.000 euro borç, nuk e kejt dhe. Albano Bogdo, je fantastik. Më vonë do të të vendosë një sprov, me qenë se ma bëre këta. Do më vendosë në sprov mua? Po, më vonë, kemi ka. Da, që thonë të ishim lartë. Kemi në studio e lem të çmendurin tim. Ndërkohë që unë po thoja gjithkohës Albano pse çfarë do ti mbrapa shkurreve, Alba u gajas. Nuk e di ma thuaj ti pse, me një mikrofon të lutem, të sillte ndonjë memorje? Po, për ta thënë realitetin më sill shumë memorje, po një ndërto është thjesht më qefja e kafes, sheqerit, kripës. Kaq. Çfarë the Elinara? Aty nisi gjithçka mbase? Thyerja e rregullave, po. Se di për çfarë e ke fjalën tjetër. Po sonte Lindi dhe një si dashni e vogël, më duket, por e madhe në vetë. Dardana po, na donte shumë, na përkrahte shumë. sonte si me thyrjen e rregullave, se ju shoh larg me njëri tjetrin? S'kemi mikrofona, nuk përgjithojemi dot. Ja, do të nuk pyes Albën, Alba ja drejton mikrofonin e Elinarës. Flit. Besoj që s'kemi rregulla, e kemi thyer gjitha tani, tashmë. Bravo. Ishte bukur. Ja, t'ja japim pak fjallën edhe limit, shkurtimisht do vi më gjatë tek ju, se kam një moment. Po, ma thuaj, deklaratën që doje të thoje. Në fakt, unë i mbaj mend lajthit, jo shkurret. Aty ka pas qa pemë të bugura dhe pa tjetër. Cila është më zhvilluar. Do më thonë, lajthit jo shkurret. Lajthit dhe arrat, ka legjenda që i thonë fshatarë në përmale, që nuk do të flesh kur pranë tyre, se rrezikon të mos gjohesh, ose të bësh shumë fëmijë. Dhe në kohë skamjesh,
njerëzit atëherë nuk i merrnin gratë pranë lajtive dhe arrave sepse nuk kishin për të ngrënë, nuk donin të lindnin. Me sa duket, të vtisnin. me sa duket, nuk donin Jo, të e dyta, vtisnin. mos i beso asnjë fjalë çfarë tha i Kaçurrelci. Unë e njoh shumë mirë, ja njoh mirë qimen aty. Më mashtroj? Ka mashtruar, ai kështu i thot gjithave dhe ty, po. Nëse këtu ka njëri që mund të doj ty më shumë jam unë, nuk është ai. Tregoja Luana në zemrën, o Kasimo, tregoja Luana në zemrën. O Luana, si qa ka për për ty? Urdhë. Si qa ka për ty? Urdhë, Luana. Jo, sonë të qenë keni të ditë më të. Do të kisha përshafuar, po... Jo, ta kursej. mos, unë kam një shtëpi që kthehem edhe... Më mirë. Okej. Se lë gruja, se lë gruja, se lë gruja. O, zot që më bëri. Po, gruja thot veti. Ja, që bëra vetës që lëvizja nga pozicioni ku më lanë. Po kur të lenë si kukull, rri si kukull o ko. Bravo, Luana. Se lëvizë. Okej. Jeni shumë të mirë, ju dua shumë fort, do vite këti pasaj, se e kuptoj që ke shumë për të thënë, por do kesh momentin tëndë. Ndërko, dashur miq, për të shakave, ju e dini që është një moment decisiv vetëm pas pak minutash, shumë pak minuta ju ndanë, kështu që vazhdoni votoni, qoni votën tuaj për atë që preferoni më së shumti, por ju e dini që në rrezik për t'u larguar tani pas disa minutave nga ferma, janë Big Mama dhe Erandi nga humbja e sfidës së parë që sapo realizuan. Kështu që telefonat në duar edhe votoni. Okej, ndërkohë që do të kalojmë tek një tjetër moment i bukur. Sonte kemi shumë momente të bukura për ju. Kemi një party, një surpriz tamam si që ka hije një artisteje me dritat e disco ball, kështu që goca lyeni buzët me shkëlqyes, kudo që i keni, ndërsa çuna flokët me gjel dhe shkojmë në arenë.